Po nëse vendi vazhdon qështu mu zhvillue, kemi edhe na vullnet me investu dhe mu këthuj edhe në Kosovë. Për shembull, sot i qiti 100 euro për të gjithë pensionistët, për fëmijët, ka investu 400 milion euro në FSK, LDK-ja dhe PDK-ja ka një detyrë ta provojnë me gjeta vetë vetën. Zotri Kryeministër, njëherë jam shumë krenor me ju dhe urime fitoria është fitore e të gjithëve dhe shpresojmë që në vazhdimësi mund të qeverisë qysh këtë qeverisë edhe në vitet e fundit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, mirë? Mirë, faleminderit ju. Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, prej nga jeni? Nga fshati Bardhi Madh këtu në Kosovë, në Gjermani rrim Zikburg është afër Bonit e Kyllnit. Do me thonë jeton në Gjermani? Po. Pse je në Kosovë këtë fund vetë? Edhe me po pak familjen, se na kur të vim zakonisht jashtit, kemi edhe qef mi po familjartë, po dhe tash që rosti edhe mja dhon votet Albin Kurtit. Do me thonë edhe ke votu? Po. Regulla, po më tregon qysh e per rezultatin? Po tash rezultati ke jashtë zakonisht i bukur, sepse e kemi pritur të gjithë, u ka një situatë në vitin e kaluar që i ka lodhur edhe qytetarët, u bllokojshin buxhetet, nuk u miratojshin ligjet, e tash e krijoi magjerancën vetë, besoj që rreth 52 deputet mund i bën. 56. 56, po, bravo. Tash të këshyrëm qysh vazhdon qeverisja e ti, na deri tash jemi të kënaqur. Shpresojmë që në vazhdimësi qashtu mund e bën. Po partit tjera, partinë e 2, 3. Tash për... Si komentar? Tash nashta folëm për DDK-n, besoj që u kanë edhe një dështim për ta, sepse ka ndërro kogja shumë dhe besoj edhe kryetari LDK-s që duhet me dhonë ndërheqje patjetër, sepse ka dështue për herën e dytë, nuk ka mujt me arrit nashta përqindjen që ka parashiku me arrit, dhe besoj që tash LDK-ja dhe PDK-ja ka një detyrë ta provojnë me gjeta vetë vetën, dhe ti gjejmë apet punë të veta për votues të vetë, sepse ata ndoshta kanë pas shpresë dhe peshojnë që nuk po shkon kërka hiç. Ashtë, një djalë i ri si ti, sa vjeçare? 19 vjeçar. 19 vjeçar jeton në gurbet edhe mirë shkat shumë me politikën tonë? Po, tash... Po, faleminderit. Po, tash, unë jam në Unionin Rinor në Gjermani, jam kryetar në rrethin tem, dhe është edhe Unioni shkollor që jam kryetar, edhe Këshilli i Integrimit, ku marr pjesë edhe në kuvendin e komunal në qytetin tem, edhe po provojmë edhe këtu në Kosovë pak më mirë me politikë, po. Rregull, dhe që e mbështet Albin Kurtin, po. Saktësisht në çka e përkra më shumë? Po e përkroj sepse ai po shihen kur arriturat e tij të qytetari, për shembull sot i qiti 100 euro për të gjithë pensionistët, për fëmijët, ka investu 400 milion euro në FSK, kështu që janë 4 shtylla ndoshta pi tregoj, është arsimi, siguria, ekonomia dhe është edhe arsimi, shkolla, ekonomia dhe është edhe buka, sepse kur ki arsim, ki edhe ekonomi, ki edhe siguri, pa buk nuk bën heq. Kështu që këtu janë 4 shtyllat për një shtet qysh funksionon, tash Albin Kurti, jo që veç ka investu në FSK, po ka rrit pensionet për nënat lehona 3.000 euro, që është jashtëzakonisht mirë për ta, për fëmijët po parashikohet 90 euro porët e fëmijëve dhe edhe buxheti po rritet, tash ekonomia ka qenë 7 miliard euro, tash po bëhet 19 miliard euro. Kjo është edhe në rajonin tonë, është jashtëzakonisht numër i veçantë, kështu që besoj që këtu kanë në ballë për të kallëzuar. Një djalë i ri si ti, çfarë i thot Albin Kurtit për mes familjason nëse po e sheh këtë? Zotri Kryeministër, njëherë jam shumë krenor me ju dhe urime fitoria është fitore e të gjithëve dhe shpresojmë që në vazhdimësi mund të qeverisë qysh këtë qeverisë edhe në vitet e fundit dhe të fale ki nga Ferizoj. A ishe këthy me jetu në Kosovë me qeverisën e Albin Kurtit? Po, sepse na tash jashtit jemi edhe pak të lidhun atje në vendit tonë, kemi shoqëri, kemi punët e tona, po nëse vendi vazhdon qështu mu zhvillue, kemi edhe na vullnet me investu dhe mu këthuj edhe në Kosovë. Faleminderit shumë, knaqësi që u takoj. Faleminderit shumë. Faleminderit.